العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu që na dhuroi Islamin dhe na bëri musliman, na mundësoi që të tubohemi në shtëpinë e Tij për të adhuruar atë, për të kërkuar falje nga Ai dhe për të I lutur Atij, për të mësuar fenë e Tij, ku lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na mundëson që na të jemi sa më afër rrugës së Tij, të ndëgjojmë, të mësojmë e të shpjegojmë edhe të gjithë këto të cilët I bojmë të na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë në temën në vijim, të cilën jemi në shpjegimin e librit Informimi mbi njerëz të dijes dhe të Islamit, ku me të vërtetë se një temë e cila vijon është nga temat e rëndësishme për në përmirësimin e zemrave të muslimanëve dhe në bashkimin e zemrave të muslimanëve, pastrimi I zemrave të tyre nga sëmundja me të cilën është sëmundje gjithëpërfshirëse, ajo është sëmundja e gibetit. Mirë po kjo është një çështje që tema që vijon, kur folëm në dersin e kaluar, gjithashtu dhe paralajmëruam për këtë temë me të cilën hoxha e sjell tash këtu, thamë se njeriu bjen në gabime, bjen në mëkate, bjen në përgojim, cenon nderin e dikuja, ja shkel nderin e dikuja, e ofendon dikant. Mirë po, çka kur ai të pendohet, e të kthehet dhe të vjen të kërkon falje, çka duhet vepruar, a duhet meja bërë halal atij, me e falur atë I cili ai ndërgjegjja e tij e shtin që të vjen dhe të kërkon falje për atë gabim, për atë përgojim, apo për atë mëkat të cilën e ka bërë. Tema pra në vijim, pëlqyeshmëria e lirimit dhe falje së atij I cili vjen dhe të kërkon falje nga përgojimi për të cilën e ka bërë. Thamë se si të pendohet njeriu me ato pikat të cilët I cekum, që njeriu pendohet nga gabimi, po a duhet që të I tregon kështu me radh mendimet e dietarëve të cilët I cekum, por kur të pendohet dhe ai të ndin keqardhje dhe dëshiron që të vjen dhe të kërkon falje, pa marrë parasysh a ke çështja e gibetit edhe përgojimit për të cilën ta ka bërë dhe ka folur për ty pas shpinës tënde,
edhe pse ndoshta kjo është në prezencën tonë shumë, edhe ndoshta na nuk dëshirojmë shumë të ndëgjojmë këto fjalë dhe këto këshilla, pse se janë prezencë me ne, dhe na duke ndoshta shumë të zbehta nëse ndëgjojmë për çdo ders ose për çdo këshillë, për gojimi të folurit pas shpine, si të përmirësojmë kështu me radhë, por kjo është realitet me të cilën na ballafaqohemi thujse çdo ditë. E mu për atë, kur një njeri gabon, apo përgojon, apo cënon derin e dikuja, ai atëherë pra vjen dhe të kërkon falje, çka duhet të vepron? A ke obligim që t'ja bësh halal patjetër, apo si qëndron çështja? E cek Imam Nevawiu rahimahullah duke folur se është e preferuar edhe e pëlqyer që vllai musliman ta liron atë i cili e ka bërë dikush gibet dhe vjen i kërkon falje, që ai ta liron edhe t'ja jep atë amnestin, atë faljen e tij nga ky mëkat dhe nga ky përgojim për të cilën e ka bërë, por nuk i detyrohet atij. Ai nuk i ka vajxhib që nëse të vjen të kërkon falje, e të kërkon halallak e ti patjetër t'ja falish e t'ja bësh halal, mirë po, ky është në përzgjedhjen e bukur dhe të mirë të tij, se ky e lën hakun e tij, ja fal dikuja hakun e tij. Edhe nëse dikush i ka bërë padrejtësi, edhe nëse dikush ka shkel nderin e tij, e më e rënda është kur folet pas shpine për ty, e ti t'ja falish atij i cili ka folur pas shpine kur të vjen e të tregon se ai kam bërë një gibet, kam bërë një përgujim për ty, se kam folur për ty kështu. Kjo është pra problematika, por është e pëlqyer dhe është e preferuar shumë në islam që t'ja falish dhe ta liron tha vllavin e tij musliman nga ky dënim dhe nga ky dëshkim me të cilën ai e gjen në brendësinë e tij dhe në vetin e tij. Sikur që e ceku Imam Ibn Muflihi rahimullah, kur tha se çështja qëndron se çka ai nëse s'ja bën halal, e ka për detyrë apo nuk e ka për detyrë? Mjafton që nuk e ka për detyrë dhe pëlqehet dhe është e preferuar që ti ta falish dhe t'ja bësh halal atij, por mjafton që ai i cili nuk ja bën halal, ai e ka privuar vetveten e tij nga dobia e faljes dhe nga shpërblimi i faljes. E privon vetveten nga falja, e privon vetveten nga sevapi dhe shpërblimi i madh i faljes e atij i cili ta kërkon që ti t'ja falish hakun dhe ai don ta liron shpirtin e tij, ta liron domethënë zemrën e tij, ta pastron ndoshta nga ky përgojim apo nga ky mëkat me të cilën është rënduar. E mu për atë, tha Imam Nevawiu rahimahullah, para pëlqehet dhe preferohet me një preferim shumë të madh që ti t'ja falish dhe t'ja bësh halal dhe ta lirosh vllavin tënd nga ai ndëshkim, duke shpresuar që ti arrit shpërblimin e madh në faljen e vllavit tënd nga Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu në Kur'an o vëllezër na ka treguar për ata burrat të cilët Allahu i ka livdruar në Kur'an për të devotshmit të cilët ka përgatitur xhenet për to, një cilësi të tyre e ceku në Kur'an në suratu Ali Imran, tha wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Ato janë ato burra të cilët e frenojnë mëllefin e tyre, ndonjëherë njeriu e kapaj mëllefi i madh, por ata janë burra të cilët e frenojnë mëllefin e tyre dhe një ashtu falin njerëzit. E Allahu xhelle xhelalu i don këto bamirsa, këto burra, këto njerëz të cilët i falin njerëzit. Dhe rruga e arritjes për ta falur dikan ti, për ta hekur këtë problematik, për ta qetësuar shpirtin tonë në këtë pikë, mënyra është që ti ta mendojsh se ky që të ka bërë keq, ky që të ka përgoju, nëse vjen ose të ka bërë pa marrë parasysh cila njëra apo cila do nga padrejtësirat të cilët ti ka bërë, nëse vjen dhe të kërkon halallëk, atëherë ti t'ja bësh atij halal, vetëm ta mendojsh atë mënyrën se me çka ti ta zbutish nefsin tanë, shpirtin tanë, me çka ta qetësojsh, që ta mendojsh se ajo çështje që ka ndodhur, ajo vetëm mo ka ndodhur. Dhe e nuk kthehet prap.
ky që ndin keqardhje, ky që i ka ra pishman dhe ky që është penduar vjen të kërkon halala këty, ti e din se atë çështje nëse s'ja bën halal, ti nuk mund ta kthesh atë përsëri prap e të ndodh më e mira. Po pse e bore, po pse s'u dosh me e bër, ka ndodhur ajo, atëherë vetëm se e privon vetveten tënde nga shpërblimi i madh i faljes, edhe ti nuk mundesh që ta hekish atë problem, e as mund të bësh dobi diç tjetër, vetëm se ndoshta që ngel, do me thonë që ta humbish atë velerën dhe virtytin e lartë me të cilën Allahu xhalla xhelaluhu i ka livdruar në Kur'an kur tha: "Walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur." Tha Allahu xhalla xhelaluhu, e kushdo i cili falën, bën durim dhe falën, padyshim se kjo është nga veprat më të virtytshme, nga veprat më të mira, të falish e të bësh durim në momentin kur dikush të ofendon, kur dikush të përgojon e të bën keq, e të bësh durim e ti të vazhdojsh në atë mirësi dhe atë mirësjelljen tonë të cilën e kije, kjo me të vërtetë se është nga veprat e virtytshme. Sigur që Allahu xhalla xhelalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhnon pejgamberin Allahu xhalla xhelalu urdhnon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të merr faljen edhe të sillet me moralin e mirë të njerëzit, e mos të sillet keq, edhe të largohet nga ata të cilët i janë pra jo musliman dhe ata të cilët nuk janë të fesë Allahu xhalla xhelalu, por të jetë i sjellshëm edhe të jetë i kujdesshëm, e vazhdimisht kjo është porosia e Kur'anit të Allahu xhalla xhelalu edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa një hadith me të cilën e transmeton Ebu Hurajra, Imam Muslimi që e cek në hadithin në librën e tij në Sahih, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hadithi është i gjatë, mirë po tekstin me të cilën e ka sjellur hoxha këtu: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allahu xhalla xhelaluhu është në ndihmën e robit përderisa ai është në ndihmën e vllavit të tij. Pra Allahu xhalla xhelaluhu të ndihmon, e është në ndihmën tonë atëherë kur ti e ndihmon vllavin tënd, atëherë kur ti ja shtrin dhe i shpreh mirënjohje dhe ndihmë vllavit tënd, dhe Allahu xhalla xhelaluhu të ndihmon ty. Gjithashtu vëllezër, Imam Shafiu rahimullah, një fjalë me të cilën e tha me të vërtetë se është interesant. Tha: "Men isturda falam yarda fa huwa shejtan." Kushdo i cili kërkohet për të pajtuar ai dhe ai nuk pajtohet, kushdo i cili i lypet që ai të pajtohet me diçka dhe ai nuk pajtohet, tha ai është sikur shejtan. Ai i cili edhe i kërkohet pajtohet, edhe i kërkohet që të kënaqet me diçka, ai i kënaqur që kaq hakun me ja fal dikuja, me bor halal nëse kam gabuar, e ky përsëri rebelohet, tha është sikur shejtan. Mu për atë, tha kanë cekur poetët e parë duke thonë kështu: "Qila li qad asaa ilayka fulanun wa muqamu al-fata ala dhulli 'ar, qultu qad ja'ana wa ahdatha 'udhran diyatu dhanbi 'indana li'tidhar." Tha më thonë mua se filani të ka bërë keq, e ky kur të dëmton, kur të lëndon, e të qëndron njeriu në atë poshtrim i heshtur duke e poshtruar dikush, kjo me të vërtetë është turp. Pse rrin, pse hesht, ai edhe të nënçmon ti mos t'ja kthish me të keq. Tha unë i thash atij: "Qad ja'ana wa ahdatha 'udhran." Ai ka ardhur dhe na ka paraqitur justifikimin e tij, ai është penduar dhe na ka paraqitur arsyeën e tij, e te na padyshim se në Islam është që ai i cili vjen dhe kërkon arsye tim, ai i cili kërkon falje nga mëkati, tha shpagimi i mëkatit te na është justifikimi dhe kërkimi i faljes, që të kërkon dikush falje. Po për atë pra këto argumente dhe shumë të tjera, Kur'an dhe Sunnet dhe hadithet të tjera të cilët në nxisin në vëllezër neve si musliman, cila do të jetë ajo e cila të ka bërë dikush të padrejt, të ka padrejtësuar ty në diçka, apo të ka përgojuar nëse të kërkon falje që ti të jesh nga ata të cilët fal. Se të livdruarit me nder, me krenari, janë ata të cilët falin
Dhe mu për atë vazhdojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe disa fjalë, pra në këtë tematikë si vlerë, pra që të falish është ndershmëri, të falish është krenari, edhe është dinjitet, është vlerë, dhe ti ki pozit dhe ki nder nëse je që i falë, edhe të ka bo dikush pa drejt, ti përsëri e falë. Nështë ta ka hungë hakun dikun, edhe pastaj ai ndin keqardhje, vjen të kërkon falje, ti e falë. Nuk je ai cili mundohesh që ti marrësh hakun atij vazhdimisht. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Ibn Abi Dunya, gjithashtu dhe Ahmed ibn Hanbali dhe Tirmidhiu, te transmetimi Ibn Abi Dunya është ardhur nga Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu, kurse te transmetimet e Imam Ahmedit dhe Tirmidhiut nga Ibn Abi Kabsha al-Ansari radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu: Thalathun aqsamu alejhin, janë 3 gjëra me të cilët unë betohem për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, betohet për këto 3 gjëra. E para tha: ma naqasa malun qattun min sadaqa fatasaddaqu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk paksohet pasuria nga sadakaja, nga lëmosha asnjëherë. Atëherë jepni lëmosh dhe mos e kini derë, se pejgamberi Allahut është betuar për këtë pikë, për këto 3 gjëra. E dyta tha: wala afa rajulin an madhlamatan dhulimaha illa zadahu Allahu ta'ala biha izza. Fa'fu yazidkum Allahu izza. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ja fal një njeri dikuja i cili i ka padrejtësuar atij ndonjë padrejtësi, dhe ja ka shkelur nderin atij, i ka bërë ndonjë zullum, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu i dhuron atij nder dhe vlerë dhe krenari. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fa'fu yazidkum Allahu izza. Falni e t'ju rrit Allahu xhelle xhelaluhu, e t'ju ngrit vlerën, nderin dhe krenarin e juaj. Wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alu an-nas illa fataha Allahu alayhi baba faqr. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka një njeri i cili ja hap vetvetes së tij derën e lypjes, që t'ju lyp njerëzve, t'ju kërkon njerëzve, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu tha ja hap atij derën e fukarallëkut. Derën e fukarallëkut, e skamellëkut. Kur zgjat dorën t'ja lypish dikuja vazhdimisht, kur mësohesh që zgjatish dorën t'i lypish atij, verse ja ke hapur derën vetvetes të nënshmimit të fukarallëkut, që ti të hecish pastaj nëpër dyert e njerëzve e t'ju lypish atyre. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, në një hadith tjetër, të cilën transmeton Imam Buhariu në librin e tij Adabul Mufrad dhe Imam Ahmedi, nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu: irhamu turhamu waghfiru yaghfiru Allahu lakum. Mëshironi nëse dëshironi që të mëshiroj. Falni nëse doni që të fali. Fal ti e nëse don që të falë Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe gjithashtu tha pejgamberi sallam: wa wailun li aqma'il qawl. Mirë për ata të cilët nuk i marrin këshillat. Mirë për ata të cilët janë sikur ato gypat që rrjedh, hin nga ky vesh dhe del. Ai ke pa ato gypat të cilët mbushen, futet aty mjeti ose drithi ose uji ose qumshti, futet dhe kalon dhe nuk i ngel ngypën asnjë sen. Tha mirë për ato të cilët veshët e tyre i kanë sikur gypat të cilët kalon fjalë dhe nuk marrin në to asnjë mësim. Dhe gjithashtu tha: wa wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fu'ilu wa hum ya'lamun. Tha dhe mirë për ata të cilët janë në komgullje të mëkateve, të gabimeve, të cilët ata edhe gabojnë edhe ai përsëri e din që është gabim, e din që është në mëkat, dhe ai përsëri vazhdon që të bën mëkat dhe të mëkatë. E kjo është ende më keq. Edhe e din veten që je në mëkat, edhe e din që je keq, edhe përsëri ti vazhdon në atë keqen dhe jep zor vetes tënde që ti ta arsyetosh se nuk është problem. Si jam unë gabim, a e din që je gabim. E kjo është me të vërtet pikëllim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e livdroi këtë cilësi të mirë. Gjithashtu, në një hadith me të cilën pjesërisht pra është Imam Buhariu dhe Muslimi, që e transmeton pra si fjalët e para dhe pastaj të tjera Tabaraniu,
nga Xherir ibn Abdillah radiallahu anhu, i cili tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men la yarham la yurham, wa men la yaghfir la yughfaru lah, wa men la yatub la yatubu Allahu alayh." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk mëshiron nuk mëshirohet, e kush nuk fal nuk i falen atij, edhe kush do i cili nuk pendohet nuk ja pranon Allahu xhalla xhelaluhu pendimin atij. Tha Mansur al-Faqih, ky është Mansur ibn Ismail, prej fukahave apo faqihu i njohur i mëdhebit Shafi'i, i cili e than një poezi të tij duke thonë: "Wa qala nabiyuna fima rawahu ani ar-Rahman fi ilmi al-ghuyub, muhalun an yanala al-afwa man la yamunnu bihi ala ahli adh-dhunub." Ky e ceku me këto poezi duke na porositur dhe duke na treguar se na ka thonë i dërguar jon në ato të cilën e ka transmetuar nga i gjithë mëshirshmi, i cili e din të msheftën Allahu xhelle xhelaluhu, ai i cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mësuar se me të vërtetë është e pamundur që të arrihet falja ai i cili nuk i fal ata të cilët janë mëkator. Është e pamundur që të arrihet falja e ti mos të i falish ata të cilët kanë bërë gabimet e ti. E kështu më të vërtetë që njeriu i mirë, morali i mirë, është ai i cili e fal tjetrin kur ai shpreson që Allahu xhelle xhelaluhu ta fal për shkak faljes së tij të cilën e ka fal dikan. Gjithashtu vëllezër, Ebi Qabus, shërbitori Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu, i cili tha: "Ar-rahimuna yarhamuhumullah, ar-rahmanu tebareke wa ta'ala." Tha, të mëshiruarit janë ata të cilët i ka mëshiruar Allahu xhelle xhelaluhu. "Irhamu men fil ardi, yarhamukum men fis sama." Mëshironi ata të cilët janë në tokë, nëse dëshironi që t'ju mëshiron Allahu xhelle xhelaluhu. Pra pejgamberi sallam tha, mëshironi ata të cilët janë në tokë, nëse dëshironi që t'ju mëshiron ai i cili është në qiell. Ai i cili nuk mëshiron në tokë dhe me zemër vrasësi të tij, dhe ai sillet keq ndaj një vllavit të tij musliman, e veçanërisht kur ai vjen me të kërku falje ty, ai një herë e ka nënçmuar veten e tij. Dhe ai ndin veten e tij si është mëkatar, si është një gabimtar që ka gabuar, dhe ai vjen me të kërku falje, e ti nëse nuk e mëshiron me të vërtetë se ti ato e nënçmon. Në pjesë që ndoshta normal që haku prej hakut ose padrejësia prej padrejësisë ndryshon, mirë po duke e stërvitur veten dhe duke adaptuar, duke mësuar që ti t'ja falish dhe ta mëshirosh vëllavin tënd musliman. Sigur që Ibrahim et-Tejmi, tabiu i ndershëm, tha: "Inna ar-rajula la yadhlimuni fa arhamu." Një njeri me të vërtetë tha që më bën padrejtësi vazhdimisht dhe padrejtësonte unë, po unë përsëri e mëshiroj ato dhe e fali ato. E kjo është vëllezër me të vërtetë zemra e një besimtarit të vërtetë dhe të mirë, i cili edhe nëse i ka bërë padrejtësi, ai e falën atë. Ai gjithherë mëshiron, duke u munduar që të arsyeton atë, e veçanërisht nëse vjen e të kërkon falje. Hadithin tjetër, të cilën e ka nxjerrur Imam Ahmedi, nga Uqbet ibn Amir radiallahu anhu, i cili tha: "Kam takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai më ka thonë mua: Ja Uqbet ibn Amir, o Uqbet ibn Amir, sil men qata'ak, mbaj lidhjet e tua me ati i cili i ka ndërprerë me ty. Wa a'ti man harramak, jepi ati i cili të privon dhe stjep. Wa afu ammen dhalamek, dhe falja ati i cili të ka bërë padrejtësi." E porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Uqbet ibn Amrin me këto tri porosi. Tha: mbaj lidhjet ai i cili të shkëput dhe do të ndahet prej ty, mundohu që ta mbajsh lidhjen tënde. Gjithashtu i jep atij i cili nuk të jep, po ai s'tjep nuk është me kompenzim. Ani se nuk të jep, ti vazhdo që të japish atij. Nëse je nga ato të cilët sillesh mirë, edhe me moralin e mirë, fale gjithashtu dhe atij i cili të ka bërë padrejtësi. Për shkak se vëllezër,
shfaqësimi, falja, amnestia ndaj atij i cili i ka ra pishman dhe ai i cili e ka sjellur veten e tij deri te ti, që ai të kërkon falje, me të vërtetë se është një nënshmim dhe ai ka nevojë shumë që ato e ndinë në vetveten e tij dhe dëshiron prej ty që ti ta falësh, apo ndoshta ndonjë gabim që ai don të kthehet përsëri në atë vendin ku ka qenë, e ti ja mundëson që ai të kthehet përsëri, ta dish se Allahu xhelle xhelaluhu një ditë do t'i falë të këqijet e tua dhe mëkatet e tua, e ndoshta do t'i kalon edhe ato gabimet të cilët i ke bërë e ke dashur të kthehesh, po ata nuk kthehen më përsëri. Më për atë hadithin të cilën e transmeton Abu Dawudi dhe Ibn Majah nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men aqala musliman aqala Allahu ta'ala athrata." Kushdo i cili e fal një musliman, në ky hadith vjen më shumë për të shitblerje, që inshallah do të flasim në atë temën me të cilën folim para xhumos për shitblerjen dhe tregtin, por ky hadith ka të bëjë me atë muslimonin i cili men aqala musliman, kushdo i cili ja pranon për shembull se ka ndodhur me një shitblerje, e ka shit mallin dikuje, por ai dikur i bën pishman, por në moment para se të shpërndahen mbas asaj kontratës, tamam? Se ka polemik këtu, pastaj te detar mirë, po qëllimi është se nëse dikush e blen një send tash, por i bie pishman në moment, thotë ja ma falbe se gabova, ku ndosh ble diçka ose ka ndryshuar, ndoshta nuk i duket bash ashtu sikur që duhet malli, e nëse ai kthehet dhe një musliman i cili ja pranon atij dhe ja lehtëson që nuk ja lesi barr, tha pejgamberi sallam Allahu xhelle xhelaluhu do t'ja fal atij. Men aqala musliman aqala Allahu ta'ala athrata. Kush ja fal një muslimonit një gjë të tillë që ai kthehet, Allahu xhelle xhelaluhu do t'ja fal atij lëshimet e tij dhe gabimet e tij. Por atë Menawi rahimahullah vëllezër na tregon se të falësh atë i cili ta pranosh atë që ka kthyet e ti, e t'ja falësh, e t'ja bësh halal, me të vërtetë se është nga bamirësia e urdhëruar me to nga Kurani i Allahut xhelle xhelaluhu. Për shkak se el jaza'u min jinsil amal, shpërblimi është sipas natyrës së veprimit. Në natyrën e veprës, sipas veprës, e përngjasuar me veprën. Edhe ndëshkimi është sipas veprës. Ashtu sikur që i ke bë veprën e ke dhe ndëshkimin apo shpërblimin. Nëse është vepra e madhe, dhe dënimi është i madh apo dhe shpërblimi është i madh, është vepra e vogël apo ashtu sikur që është vepra, është shpërblimi apo ndëshkimi. Tha poeti: "E qilni e qale kemen lem jezal jekike wa jesrifu anke rrada." Më fal dhe pranoat kthimin tim dhe atë pendimin tim me të cilin jam kthyer, e të fal ai i cili vazhdimisht vazhdon të ruan ty, e të mbron, e të i largon të këqijet nga ti. Hadithin tjetër, vëllezër, të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila na e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që e transmeton Imam Tirmidhiu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nuk ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as fjalë keq, as që sillej keq me fjalë të këqija. E ke po dikush e ka gojën, e ka problem. Si të fol, ai me njëherë o do të ofendon, o do të shon. Tha pejgamberi sa nuk ishte goj fliqur, e as që fol të fjalë të këqija. Wala sakhaban fil aswaq, as që ishte zhurmë që i bonte dhe piskitke në përtrege, të piskete të malkon dikant, apo të bon zhurmë në përtrege. Wala yajzi'u bisayyi'a, e as që e shpërblente dhe ja kthente dikuja me të keqe. Walakin ya'fu wa yasfahu. Por pejgamberi sallam ishte ai i cili falte dhe nuk ja u mirte për të madhe atyre të cilët gabonin. Tha Hasan ibn Aliu radiallahu anhume, pra Hasani djali Aliut radiallahu anhu, sa interesant, subhanallah, tha: "Law anna rajulan shatamani fi udhuni hadhihi wa i'tadhara ilayya fi udhuni al-ukhra
le qabil të udhra. E të vjen ka ky veshi tjetër të më kërkon falje, e të më arsyetohet, tha, do ta pranojsh arsyeën e tij. Të më shon këtë vesh, e të ofendon, tha, të më vend të ky veshi tjetër, pastaj të më thotoj, më fal bre se gabova, tha, do ta pranojsha arsyeën e tij dhe faljen e tij. Mu për atë vëllezër, Hasan al-Basri rahimullah tha, afdalul akhlaqi afdalu akhlaqi al-mu'mini al-afu. Morali më i mirë i besimtarit është falja. Kështu burrat e mëdhenj e njihnin moralin dhe e vlerësonin moralin më të mirë të njeriu i cili fal. Ai i cili fal me të vërtetë se është me një moral të mirë e të ngritur e të madh. Imam Ahmedi rahimullah vëllezër, pas provës së tij kur u sprovua, ai e tha një fjalë të madhe. Tha, kullu men dhakarani fa fi hillin illa mubtadi'an. Pasi që ai ra me një sprovë të madhe, të gjithë e dini të Imam Ahmedit, tha, kushdo i cili më ka përmendur mu për diçka, më ka përgojuar, më bën për shembull, më përmend për diçka, tha, të gjithë i kanë fal, por vetëm një bidatçi, një risi shpikës. Tha, dhe e kam fal dhe Ebu Ishakin e kish për qëllim për atë Mu'tasimin, halifen i cili e pat dënuar për shkak se Imam Ahmedi nuk pranoi që ai ta thot fjalën se Kurani është i krijuar. Tamam? Dhe ai u dënua për këtë çështje që të pranon, por ai qëndroi në hak dhe ai u dënua me dënime dhe me torturë shumë të dhimbshme, por tha përsëri ja kam falur, tha, dhe atij. Tha, as nuk i ke parë se Allahu xhelle xhelaluhu ka thonë në Kur'an, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Le të falin dhe mos t'ja marrin për të madhe atyre të cilët kanë gabuar aq shumë te ju. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. A nuk dëshironi që t'ju fal Allahu xhelle xhelaluhu juve? Pra Allahu xhelle xhelaluhu e ka urdhënuar Ebu Bekrin në këtë ajet, ka zbritur një ajet në surën Nur që urdhënon Allahu xhelle xhelaluhu Ebu Bekrin që të vazhdon që t'ja jep të mirën një sahabijut i cili ka pas emrin Mistah, e ka pas të afërt Ebu Bekri radhiyallahu anhu, por ai pa të marrë pjesë në ato të cilët patën shpifur për Aishën radhiyallahu anha, e kur pa të marrën pjesë, kur ndëgjoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ai e ndaloi ndihmën dhe atë lëmoshën që e ndihmon të Mistahin. E Allahu xhelle xhelaluhu zbret ajet në surën Nur dhe tha, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, mos të betohen ata të ndershmit dhe atyre të cilët ju ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu pasuri dhe gjërësi të mirë në jetë, komoditet, që ata mos të ndihmojnë ata të afërmit e tyre, e kështu me radhë duke cekur Allahu xhelle xhelaluhu se kjo është një nder i madh që ti nëse fal, nëse heq dorë nga ajo të cilën ti je ndaluar nga mirësia që e ke bërë edhe më herët, për shkak se ai u ka penduar, tha Allahu xhelle xhelaluhu, wal ya'fu wal yasfahu. Le t'ja u falin atyre dhe mos t'ja uzon për të madhe. Tha dhe gjithashtu, ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. I drejtohet Ebu Bekrit radhiyallahu anhu duke i thonë, a nuk dëshironi që t'ju falë Allahu juve? Ebu Bekri radhiyallahu anhu përgjigj gjithsesi, tha, o Zot, na dëshirojmë që ti të na falësh, dhe vazhdoi përsëri që t'ja kthen lëmoshën dhe ndihmën financiare të cilën i ia bënte pra këtij të afërmit të tij Mistahit. Dhe kjo do të vjen pastaj mund këtu në fund, tash kur ta mbarojmë, me një histori të lehtë, të shkurt, të bukur, që ka pas ndodhur një njeri që argumentohet pra me këtë çështje. Një kadi, ka qenë një kadi Sharifuddin ibn al-Muqri, kur baba i tij ja kishte pas ndalur ndihmesën financiare atij, ai ja shkruan disa poezie duke argumentuar me to, do ta shohim tash pra në fund. Tha Imam Ahmedi rahimullah, Ebu Abdillah, wa ma yanfa'uka an yu'adhib Allahu akhaka al-muslim fi sabilika aw bi sababik. Tha Imam Ahmedi rahimullah, çfarë do bie kiti që ta dënon Allahu xhelle xhelaluhu dikant për shkak teje? Nëse ti bësh shkak që dikon ta dënon Allahu xhelle xhelaluhu, çfarë do bie kiti atë?
A kurse nëse ti e fal, dobia është e madhe shumë, se Allahu xhel xhelaluhu të jep vlerë, të jep nder e të jep shpërblim të madh. Tabiu i ndershëm Ahnaf ibn al-Qais tha in i'tadhara ilayka mu'tadhirun talaqahu bil bushr apo talaqahu bil bushra. Tha ai i cili vjen, nëse vjen dikush i cili është e ndin veten si gabimtar, dhe ai të vjen dhe të kërkon ty falje për një gabim të cilin e ka bërë, tha ti prite ato me një buzëqeshje. Prite me një ftyrë të qiltër, me një buzëqeshje, që ai ta ndin veten i çlirë që të ta paraqet atë ankesën dhe atë gabimin të cilin e ka bërë. Ajo ta pritish prej larg me një ftyrë të mërolur që ato nuk don as ta shohësh, edhe në fakt nuk ja mundëson një vllavi që është kthyer dhe u shpenduar që ai të vend të thotë vëlla ma bën bre halal se unë e bora një gabim, një lëshim apo kështu me radhë, domethënë nga lëshimet dhe gabimet të cilët njeriu mund të bën dhe të bën. Parat Abdul Qahir ibn Tahir at-Taymi, njëri nga fuqahat e Shafive rahimullah, tha kështu: ja men ada thumma i'tada thumma qataraf ثم انتهى ثم رعاوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. I cek disa poezije, disa rreshta të bukura të mirë, me të cilët me të vërtetë se janë shpresdhënëse të mira, që tha o ti i cili ke te kaluar kufit e Allahu xhel xhelaluhu, o ti i cili ke bërë padrejtësi dhe pastaj ke bërë mëkate, ke radhë në gabime, e pas gjitha tyre ti pastaj dikur kthelesh, ndalohesh nga ato gabime, nga ato mëkate, e pastaj pendohesh dhe i bjen vetit ton në pishmallëk dhe e pohon ato që ti me të vërtet je gabim, tha përgëzohu me përgëzimin e fjalës Allahu xhel xhelaluhu kur ai tha në ajetet e tij in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kur e cekëm dhe ndesin e kaluar, që Allahu xhel xhelaluhu i ka thonë edhe atyre të cilët s'kanë besuar, nëse ato ndalen, pengohen nga gabimi, nga ajo e keqja, nga devijimi të cilin e kanë, Allahu xhel xhelaluhu i ja u fal ata të cilët i kanë kaluar. Gjithashtu Khalifetul Muntasir billah, kur ai e fali Bil Amarra dhe Sheri për një kryengritje që kishte bërë ky kundër këtij Khalifes El Muntasir billah, ai e tha këtë fjalë: ledhetul afwi a'dhabu min ledhetit tashaffi wa aqbahu fa'alul muqtadiri l'intiqamu. Tha shija dhe kënaqësia e faljes është më e ëmbël se sa ajo kënaqësia e shfryrjes dhe hakmorrjes. Kur ja fal dikuja, e ka një shije në shpirt njeriu mbrenda që ja ka fal dhe e ndin veten më me krenar, edhe shumë më shumë shije dhe ka një ëmbëlsi mbrenda më shumë se sa ti kur shfryhesh te dikan e pastaj dikur e ndin si keqardhe që mos e ke tepruar që ti i ke bërë keq atij. Dhe më e poshtruar tha është që njeriu i cili ka mundësi ti hakmerret dikuja, kur ti jepet mundësia me ju hakmar më shfryte ai me njëherë e realizon ato dhe e vepron. Tha s'është kënaqësi, por kënaqësi është me shije që ti kur ja fal atij kur në moment kur ty të jepet mundësia që ti të i hakmerresh atij. Muhammed ibn Abi Hatim, o vëllezër, ky është shoqëruesi, nxënësi i Imam Buhariut, që e ka shoqëruar shumë Imam Buhariun rahimullah dhe tha: e kam dëgjuar Imam Buhariun duke i thonë Ebi Ma'shar ad-Dariri, duke i kërkuar halallëk, duke i thonë xhalni fi hillin, më vendos në halallëk për shkak se të kum përgojuar. E ky i tha: më çka më ke përgojuar? Imam Buhariu tha: o imam, tha një herë isham duke ta treguar një hadith, e duke transmetuar të pash me xhlis, aty ku i transmetonte ose nders duke transmetuar hadithe, tha të pash që të pëlqej shumë hadithi, tha dhe e lëkundshë kokën edhe i livritshë duart, tha unë u qesha me gjestin që e bëre se të pash që të kishte pëlqyer shumë
hadithi të pëlqej me ato gjeste të cilët i bëre, e ky Imam Buhariu rahimahullah pat frikë që mos vallë ndoshta ka bërë ndonjë mëkat që ka kesh me gjestin që e bëri se e ka hetuar se i pëlqej, domethënë hadithi për to. E ky i drejtohet Imam Buhariu duke thonë ente fi hillin rahimakallahu ya Aba Abdillah, ti je i vendosur në halallëk, e ta kam bërë halal, e ta kam fal o Aba Abdillah për këtë çështje. As mos e ki dert. Tha Abdullah ibn Muhammad ibn Ziyad, isha te Imam Ahmedi rahimullah, dhe në njeri erdhe i tha Imam Ahmedit, ja Aba Abdillah, të kam përgojuar, a më bën halal, a më vendos në halallëk. Atëherë Imam Ahmedi i a bën halal ati, por ato që ishte prezent i tha, si a bën halal, e të ka përgojuar, pra ai që të përgojon ka bërë keq, ka folë diçka për ty. Tha nuk e pa se ja vendosa një kusht dhe i thash, halal e kije, po mos u kthemo dhe njëherë të më përgojosh. Ta bëj halal, ta fali, po jo si cilën herë, edhe ta fali, hajtë se ky fal, ky se ka dërë. Jo, ta fali gabimin, ta fali përgojimin, por mos u kthe përsëri, e të ma hash mishin pas shpine, e të folish, e të cënësh nderin pas shpine. Dhe tash vjen kjo fjala si një tregim i shkurt i lehtë dhe i bukur nga kadi i njohur Sharafuddin ibn Mukri, i cili o vëllezër ja shkruan një herët një letër babës së tij, me të cilën baba i tij ja kishte ndërprerë ndihmën financiare atij, që të ndihmon sikur që një prind kur nuk i jep ndonjëherë fëmijës së tij, ja ndërpret atë ndihmën financiare, si jep të holla, për shkak ndonjë gabimit që e bën, prindi e dënon fëmijën, ose nuk ja plotson ndonjë të mirë, pse që ai të përmirësohet, të pendohet, të kthehet, ta përmirëson gabimin të cilin e ka bërë, e të drejtohet ashtu sikur që duhet, kjo ajo, pra në edukat, kjo ajo, domethënë në mësim e kështu me radhë. E ky kur e pa që baba i tij e kishte ndërprerë ndihmën e tij, i a shkruan disa poezi duke u argumentuar që çështja është se unë kam bërë gabim, por mos e bërë tash për një gabim që ti direkt të prejkesh rrezikun të mandalish. Problematika ku është, se kjo ndodh normal, jo vetëm shemët e prind, po dhe njeriu nëse është ndonjëherë ndodh që i ndihmon dikuja, por pak me aprish, ai mendon se nëse i ndihmon dikuja me të holla ose me lëmosh ose ndihmon në ndonjë çështje, mendon se e ka rubnuar atë. Dhe ai nuk duhet me aprish atij asesi, edhe gabim kur të është. Si të më aprishish, u kri tamam. Ik prej këtij, nuk jap, nuk ndihmoj. Ta mos u pse manda, pse pengon e bën gabimin tim në ndërprerjen e rrezikut tim. Kështu ja shkruan bra Hoxha ibn al-Mukri, babës së tij duke i thonë: La taqta'anna 'adat al-birri wa la taj'al 'itab al-mar'i fi rizqihi. Mos e ndërprit atë zakonin e bamirësisë tonë dhe të mirë të cilën e kishe për të më ndihmuar mu, dhe mos e bën qurtimin tim që ti dën të më qurtojsh, mos e bën në rrezikun tim, në ndërprerjen e rrezikut tim. Don të më qurtojsh, don të më edukojsh, po qurtimin pse e bën te rreziku im, pse më ndon rrezikun tim? Tha fa inna amra al-ifki min mastahin yahutu qadra an-najmi min afqahi. Wa qad jara minhu alladhi qad jara wa utiba as-siddiqu fi haqqihi. Për arsye thase, e sjell shembullin për babës vet, duke i sjellur argumente dhe duke i thonë që mos e ndërprat zakonin e bukur të bamirësisë të mirë tonë dhe të cilën e kishe, për të më ndihmuar nëse don që të më dënosh, pse dënimin më vënë te rreziku, atje ku duhet. Tha edhe për arsye se tash nëse kam gabu jam pendu. Çështja është se në punën e shpifjes, kur ndodhi për Aishën radiallahu anha, e keni ndëgjuar të shumë, po e cejku më herët, pra në shpifjen që u bë Aishës radiallahu anha, tha Mistahit i ndërpreu rrezikun Ebu Bekri radiallahu anhu, ndihmën financiare që e bëj këtë atij, tha i ndërpreu rrezikun dhe nuk i humbi vlerë Ebu Bekri radiallahu anhu, mirë po e qortoi Allahu xhelle xhelaluhu Ebu Bekri radiallahu anhu, tha në hakin e Mistahit, edhe pse i hupi vlera Mistahit në atë moment.
Kur ai u sprovua pra në këtë çështje, kur ndëgjoi Abu Bekri radhiyallahu anhu për Mistahin, i hupi pak vlera, apo? Mirë, po kur i hupi vlera, Allahu xhallal xhelalu tha, e qortoi pse ja ndali rrezikun atë ndihmën financiare atij. E po baba çka tha? Baba ju përgjigj kështu duke i thonë: Qad yumna'u al-muttarru min maytatin idha asa bis-sayri fi turqihi li'annahu yaqwa ala tawbatan tujibu isalan ila rizqihi law lam yatub min dhanbihi mistahun ma utiba as-siddiqu fi haqqihi. Tha baba i tij, ndodha që ndonjëherë të ndalohet dhe të pengohet, të i ndalohet ajo lejesa, ajo dhurata sheriatike atij i cili është në ndonjë patjetërsi, dikush i cili është në ndonjë domosdoshmëri, për shembull njëri i cili është në ndonjë shkretin, të them, ose ndonjë rrugë, ndonjë udhtim të tij dhe është i patjetër, është duke vdekur, ai ka patjetër që të hanë, për shembull nuk gjen mish tjetër të hanë vetëm se mishin e thijut që është haram. Dhe ai nëse nuk hanë vdes, ai është njerë me nevojë. Ai e ka patjetër, e patjetërsuar për to që ai të hanë të mbijeton. E ka të lejuar Allahu xhallal xhelaluhu, ai i cili detyrohet në çështje të cilët janë haram, dhe ai nuk jeton përveç se ato, e ka të lejuar që të merr sa të mbijeton. Por ndonjëherë hoxha baba i këtij këtu e jep mendimin duke treguar si aludim të medhhebi Shafi'i dhe Hambeli, që e kanë këtë mendim dhe një transmetim nga transmetimet e Imam Malikut, për të cilën ato thanë se ato lehtësimet sheriatike nuk i lejohen atij mëkatarit. E ky i thot djalit vet se ndodh që të i ndalen edhe të i ndalohen ato lejesat, lehtësimet sheriatike dikuje i cili bjen ndoshta në domosdoshmëri për shkak mëkatit të cilët është. Dietarët kanë folur o vëllezër për dikan i cili shkon në rrugtim. I ndalohen atij mëkatarit që është në rrugtim, del në udhë, shkon në udhëtar. Ky udhëtar po shkon për mëkat udhëtar, ose për ndonjë zullum t'i bën dikujt në rrugën e lartë, kur ta kalon ato pjesët të cilët të llogaritet si udhëtar, thanë këtij nuk i lejohen lehtësime sheriatike, si shkurtimi i namazit apo të hanë nëse bjen në ndonjë nevojë shumë të madhe, në domosdoshmëri që ky të hanë prej mishit të thijur shembull e të mbijeton. Këto dietarë thanë që nuk i lejohet atij që ai të i merr lehtësimet sheriatike. Këto janë lehtësime sheriatike. Kur je në rrugtim, ti kur je në udhë, namazin e ke të letë që ta falësh nga 2 rekat. Pse? Allahu xhallal xhelalu e ka lehtësuar për udhëtarin. Këto janë lehtësime sheriatike. E këto çështje tjera të cilat i çekëm në domosdoshmëri që i ndalohet atij të cilën është i detyrshëm, detyrohet, i ndalohet ndonjëherë që të hanë nga ngurthësina apo të hanë nga coftina. E shen një coftinë që është haram e ndaluar, apo e i tha këtij ndodh që të ndalohet ai i cili ka patjetër ndonjëherë të hanë nga ngurthësina për shkak mëkateve të tij, ose për shkak rrugës të cilën e ka në mëkate, të cilën e ka nxitur për në mëkate. Ose ke ku shken ndonjëri i cili niset në udhë për mëkate, pra sipas tyre dietarëve, ky hoxha, baba i këtij Ibn Mukrihit, ja kthen pra me këtë poezi duke i thonë se i ndalohet ose ndodh që të pengohet ndonjëri i cili e ka të patjetërsueshme, që ai të hanë nga ngurësina, po i ndalohet për shkak rrugës të cilën është ngabim në mëkat. E më pra tha li'annahu yaqwa ala tawbatin, për shkak se ai edhe është në mëkat, edhe din që është të shku në mëkat, e ti merr lehtësimet, tha ai ka mundësi dhe ai është i fuqishëm që të bën tobe, të pendohet, e nëse pendohet të arrin të ja lehtëson Allahu xhallal xhelaluhu atij lehtësimet sheriatike që ti merr. Nëse pendohet nga mëkati, duhet që të pendohet e të kthehet te Allahu xhallal xhelaluhu, pastaj tha e gjen me pendimin që t'ja lehtëson, domethënë për rrezikin e tij. Dhe pastaj ja ceku kët si kundër argument apo si replik, si kundër përgjigje, se ai i tha, çysh i tha manal, tha Allahu xhallal xhelaluhu e qortoi Abu Bekrin për hakin e Mistahit, edhe pse ishte gabim ai, se prindi ndonjëherë tham e dënon djalin ose janë dalë ndonjë të mirë, shkaku që ta edukon apo ato. Nuk ja dhuron ndoshta ndonjë të mirë ai fëmia, e din dhe e kupton se ti pse nuk ja mundson në moment, ka bërë gabim, ka bërë ndonjë mosmësim,
në një mosjellje të mirë, është sjellur keq ndoshta në shkollë apo në mësim ose në rrugë, ose ka bërë një gabim të madh pa marrë parasysh, ti don që ta edukojsh ato, mos t'i hapish ato mundësit. Ajo hec biri im bon ti çka dush se i liri, s'ka rezultat më prej atij fëmije që ti i ja ke lëshuar atij frejnat çka don të bën. Nuk ka rezultat. Ai prindi i cili dëshiron që fëmin ta edukon me disa mënyra. Mënyrën e ndalesës, një sen që e ka merak, ai shumë ndoshta ja ndalon ndonjëherë kështu me radhë, pra ky i tregon se për të arritur të mirat, të cilët ti kam ndaluar, pse ti kam ndaluar, që ti të pendohesh, të kthehesh, ta përmirësosh veten tënde. Ose nëse është ndonjë mëkat, ose nëse është ndonjë gabim, ose ke çka ke, ti të kthehesh, të pendohesh. Po djali çka i tha? Allahu e qortoi Abu Bekrin pse si ka ndihmu mistajt, ai ishte gabimtar, ti pse ti ta përmend një gabim mu, këtu më qorton e më dënon e më dëshkon? Ky çka i tha? Lau lam yatub min dhanbihi mistahun ma utiba as-siddiqu fi haqqi. Sikur mos të ishte penduar Mistahi nga gabimi i tij, tha Allahu xhela xhelalu nuk do ta qortonte Abu Bekrin për hakin e tij. Domethënë Mistahi është penduar. Nëse ti nuk pendohesh, pendohu nga i gabim, pendohu nga i mëkat, nga ajo e keqe me të cilën ije, nëse dëshiron, tha, që të arrish, domethënë përsëri të vazhdon, domethënë ndihma e kështu me radhë, pra me këto e përmbyllim këtë temë edhe lutim Allahun xhela xhelalu që Allahu xhela xhelaluhu ta bën këto mësim për ne, e pastrim për zemrat tona, e që na ta ndjekim rrugën e faljes gjithherë, për arsye se krenaria dhe nderi është që na të falim kushdo i cili vjen dhe të kërkon ty halallëk, ka ajo për gojim, ka ajo për ndonjë nënshmim e kështu me radhë, por të jetë me mirësjellje, me mirë kuptim, po jo me nënshmime e kështu me radhë. Dhe tema e cila ka ngelur vëllezër, pra për në këtë kapitull që ta përmbyllim inshallah me lejen Allahu xhela xhelaluhu, pra është tema kejfe at-takhallusu min da'il ghibe. Si të shpëtojmë nga sëmundja e gibetit. Kjo është tema e fundit, pra përderisa hoxha i foli gjitha ato temat se si është mirësjellja, si është rujtja e gjuhës, moralin e mirë si me e ruajtur, mos me e njollosur me këtë sëmundje që kjo nuk do të thore se na e krymë dhe pastaj nuk do të kemi na mo përsëri, nuk do të bëjmë gibet, por kjo to jesi në mësime, vazhdimisht që të marrë mësime nga fjalët e Allahut dhe të pejgamberit dhe nga mësimet e dietarëve, ajo e cila neve na duhet më shumti si ta eliminojmë këtë sëmundje dhe ta largojmë, janë disa shkaqe që na fusin to. Hoxha për sfundi herë i ka cekur ata të cilët dëshirojnë ta shërojnë vetveten e tyre për kësaj smuje, i ka cekur disa shkaqe. 1, 2, 3, 4, 5 do t'i i shohim shkurtimisht inshallah dhe në dersin e ardhshëm, edhe e përmbyllim këtë kapitull të hoxhës me të cilën e ka, pastaj domethënë inshallah me lenin Allahu xhela xhelalu nëse kemi jetë vazhdojmë në shpjegim e sipër në kapitullet tjera. Lutë Allahun xhela xhelalu që Allahu të ju shpërblen për durimin të cilët e bot në ndëgjim, edhe lutë Allahun xhela xhelaluhu që Allahu këto fjalë t'i bën të dobishme për mu, për ne dhe për gjithju. Dhe lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu t'ju shpërblen me të mirat e tij, edhe kështu sikur që kemi kaluar këtë kohë të bukur sonte këtu, Allahu xhela xhelaluhu të na mundëson që së bashku të takohemi në xhennetet e Allahu xhela xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.